Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me uthull molle që ul kolesterolin dhe pastron arteriet në kohë rekord. Ja si ta përgatisni. Në botën e sotme, nivelet e larta të kolesterolit dhe të triglicerideve janë bërë shqetësime të ndryshme shëndetësore për shumë njerëz. Kolesteroli i ngritur është një faktor rreziku për një sëmundje serioze, si për shembull sulmet në zemër dhe goditjet në tru, ndërsa kolesteroli në moderim është i dobishëm. Sasitë e tepërta mundet që të çojnë në pllaka arteriale, e cila gjithashtu arrin që të reduktojë rrjedhjen e gjakut dhe gjithashtu çon në kushte si ateroskleroza. Megjithëse një dietë e ekuilibruar luan një rol vendimtar, jo të gjithë ndjekin rekomandimet dietike në një mënyrë rigoroze. Për fat të mirë, ekziston një zgjidhje e thjeshtë dhe natyrale e cila është përcjell për breza të tërë, një kombinim i uthullës së mollës dhe fiqve të thatë. Ky ilaç synon që të ulë nivelet e kolesterolit dhe gjithashtu të mbështesë shëndetin e përgjithshëm të zemrës. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë uthull molle 200 ml, fiq të thatë 3 copë në ditë. Përgatitja e ilaçit. Filloni duke zgjedhur një kavanoz qelçi të pastër. Hidhni 200 ml uthull molle në një kavanoz. Uthulla e mollës gjithashtu është e njohur për përfitimet e saj shëndetësore, duke përfshirë aftësinë e saj për të menaxhuar nivelet e kolesterolit, djegjen e yndyrës dhe gjithashtu balancimin e peshës trupore. Merrni 3 fiq të thatë dhe përdorni një kruajtës e dhëmbësh për t'i shpuar disa herë nga të gjitha anët. Ky hap lejon që uthulla të depërtojë më mirë tek fiqt. Vendosni fiqt e shpuar në uthullën e mollës dhe siguroni që të jenë zhytur plotësisht. Periudha e pushimit. Lëreni përzierjen brenda natës në mënyrë që fiqt e thatë të thithin uthullën e mollës. Në mëngjes, fiqt tuaj do të jenë zbutur dhe gjithashtu do të marrin një aromë të mprehtë për shkak të uthullës. Konsumimi. Në mëngjes hani 3 fiq të lagur me uthull. Këta fiq janë të mbushur me veti të dobishme të uthullës së mollës, duke i bërë ata një aleat tepër i fuqishëm në menaxhimin e niveleve të kolesterolit. Mos e hidhni uthullën e mbetur. Në vend të kësaj, përgatitni një kavanoz dhe përdoreni ditën e nesërme duke shtuar 3 fiq të rinj të thatë në të njëjtën uthull. Vazhdoni këtë rutinë për çdo mëngjes duke përdorur të njëjtën uthull deri në 7 ditë. Nga ana tjetër, pas 7 ditëve fillestare, uthulla do të përthithet më së shumti. Atëherë shtoni edhe 200 ml uthull molle në kavanoz dhe vazhdoni rutinën tuaj edhe për 7 ditë të tjera. Ky regjim i thjeshtë duhet të ndjekur për një total prej 14 ditësh dhe për të përfunduar një cikël të plotë. Roli i uthullës së mollës. Uthulla e mollës është vlerësuar për aftësitë e saj natyrore për të mbështetur shëndetin e zemrës. Ai përmban acid acetik, i cili mundet të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq, ndërsa rrit kolesterolin e mirë. Për më tepër, mundet që të ndihmojë edhe në largimin e depozitave të yndyrës nga arteriet, duke kontribuar në një shëndet më të mirë kardiovaskular. Ulëmtimet sugjerojnë gjithashtu se konsumimi i një lugë gjelle uthull molle të holluar në një gotë me ujë për çdo ditë mundet të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, pas edhe një efekt negativ. Fiqt si një agent i kolesterolit. Fiqt janë të pasura me fibra dietike, një komponent tërësisht thelbësor në menaxhimin e kolesterolit. Fibra në fiq lidhet me molekulat e kolesterolit në sistemin tuaj tretës, duke i penguar ato që të përthithen.
Përveç kësaj, fiqt përmbajnë sterole bimore të cilat imitojnë molekulat e kolesterolit dhe gjithashtu reduktojnë përthithjen e tyre në zorë. Ky veprim i dy fisht i bën fiqt një zgjidhje të shkëlqyer për çdo që kërkon një mënyrë natyrale për të menaxhuar gjithashtu kolesterolin. Përfitimet shëndetësore të përzierjes me uthullmolle dhe fiq: redukton nivelet e kolesterolit të keq. Ky ilaç ndihmon në uljen e kolesterolit të keq duke minimizuar gjithashtu rrezikun e grumbullimit të pllakave në arterje. Balancon nivelin e kolesterolit të mirë. Uthulla e mollës mundet që të rrisë nivelin e kolesterolit të mirë, i cili ndihmon në largimin e kolesterolit të tepërt nga trupi. Ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Si fiqt, ashtu edhe uthulla e mollës dihet se mbështesin humbjen e peshës duke reduktuar gjithashtu dëshirat dhe gjithashtu nxitur ndarjen e yndyrës. Përmirëson tretjen. Fiqt janë të pasur me fibra, duke nxitur ndarjen e yndyrës dhe duke ndihmuar tretjen dhe promovuar shëndetin e zorrëve. Një zorrë e shëndetshme është helbësore për mirëqenien e përgjithshme. Rrit shëndetin tuaj kardiovaskular. Duke mbajtur nivele të balancuara të kolesterolit, ky ilaç mbështet shëndetin e zemrës dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Detoksifikon trupin. Uthulla e mollës ka veti detoksifikuese duke ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe përmirësimin e funksioneve metabolike. Rregullon gjithashtu edhe përthithjen e sheqerit duke e bërë atë të dobishëm për individët me shqetësime të sheqerit në gjak. I pasur me antioksidant. Fiqt gjithashtu përmbajnë antioksidant që ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe inflamacionit duke mbrojtur qelizat tuaja nga dëmtimi. Mbështet shëndetin e kockave. Të dy përbërësit kontribojnë në densitetin më të mirë të kockave, pasi ato janë më të pasura me minerale thelbësore si për shembull kalcium dhe kaliumi. Përmirëson sistemin tuaj imunitar. Ky ilaç ofron gjithashtu vitamina dhe lëndë ushqyese që mbështesin sistemin imunitar duke e mbajtur trupin tuaj thelbësor, si për shembull mundet që të ofrojë vitamina dhe lëndë ushqyese dhe trupi juaj të jetë më i fortë kundër sëmundjeve. Për rezultate më të mira konsumoni fiq të lagur me uthull çdo mëngjes me stomakun bosh, pasi kjo i lejon trupit tuaj që të përthith lëngje ushqyese në mënyrë më efikase. Ju gjithashtu mund të vazhdoni të përdorni uthullmolle për te i trajtimit 14 ditor, duke e përfshirë atë gjithashtu në dietën tuaj. Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë është duke shtuar një luggjelle uthullmolle në sallata ose duke e përzier me ujë. Përdorni gjithmonë uthullmolle të papërpunuar, të pafiltruar për të siguruar që të merrni sasinë më të lartë dhe përfitimet shëndetësore. Mirë, po gjithmonë duhet të bëni kujdes para se të përdorni uthullën e mollës. Gjithmonë përdoreni me moderim, mos e përdorni nëse vuani nga stomaku, alergjit dhe konsultoheni me mjekun. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.